Çdo 3 minuta, Shqipëria përjeton një goditje kibernetike. Kështu është shprehur drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Igli Tafa, në një aktivitet për pjesëmarrjen e të gjithë infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit. Sipas tij, këto sulme mund të përballohen lehtësisht nëse kemi mirë qeverisje kibernetike, ndërsa shtoi se është thelbësore forcimi i shtresës së sigurisë tek institucionet. Çdo 3 minuta kemi një goditje kibernetike. A mundet t'i përballojmë ne të gjitha sulmet kibernetike? Sigurisht, në qoftë se qeverisim mirë, neve e reduktojmë shumë mundësinë. Kemi pasur mbi vetëm për këtë 10 mujor rreth 50 raste ku kemi goditur, dhe në qoftë se njëri nga institucionet nuk standardizon qeverisjen, të gjithë bien. Është zinxhir. Në shumicën e rasteve, sulmet kibernetike vijnë si pasojë e keqçeverisjes kibernetike. Ai u shpreh se sulmet po sofistikohen gjithnjë më shumë, ndaj duke nisur nga dhjetori do të zbatohet një qasje e re ndaj kontrollit të infrastrukturave kritike. 70 deri në 80% e garancisë që mos të kemi telashe si pasojë e vështirësive që mund vinë nga sulmet kibernetike të vazhdueshme tashmë, të sofistikuara gjithnjë më shumë drejt vendit ton, vinë si pasojë e keqçeverisjes. Që do thotë ne reduktojmë me 70, madje edhe 80% janë disa studime shkencore, në qoftë se qeverisim mirë, pavarësisht se nuk kemi investuar, nuk kemi pra kapacitete teknologjike më të mira të mundshme. Gabimet më të mëdha vinë jo nga ekspertët, por nga proceset e përditshme të punës së punojësve të institucioneve tuaja. Aktorët të cilët sulmojnë neve janë gjithnjë e më shumë të sofistikuar. Ata mund të flenë për kohë të gjatë në infrastrukturat tuaja. Së fundmi, Shqipëria ka shënuar një arritje të jashtëzakonshme në fushën e sigurisë kibernetike, duke u renditur në vendin e 15 në botë, me 85 pikë sipas indeksit kombëtar të sigurisë kibernetike. Ky rezultat përfaqëson një ngritje prej 39 pozicionesh krahasuar me vitin 2023.